Dosja Aruba dhe përgjimet SKY të përgatitura nga agjencitë antimafia të Holandës dhe Spanjës, në bazë të cilave SPAK ka lëshuar shumë urdhër arreste për trafikantë shqiptar, vërtetojnë skemën e pastrimit të miliardave të drogës nëpërmjet ndërtimit të kullave, pallateve, hoteleve, resorteve, komplekseve të vilave e investimeve të tjera në Shqipëri. Ata i kanë pastruar paratë e drogës me leje të ndërtimit që u ka dhënë Edi Rama si kryeministër, kryetari i Këshillit Kombëtar të Territorit dhe kryetari i Komitetit të Investimeve Strategjike. Gjatë një interviste për Financial Times, kryeministri Edi Rama deklaroi të thuar se ekonomia shqiptare bazohet në pastrimin e parave është e tmerrshme, investitorët nuk janë kriminal dhe nuk janë të përfshirë në pastrim parash, por dosja Aruba dhe dosja Dizdari Aliu Gjika dëshmojnë se miliardat e drogës janë futur lirshëm në Shqipëri, janë pastruar në ndërtime dhe ekonomi me lejet që u ka dhënë Edi Rama. Këtë Rama e ka deklaruar vetë gjatë intervistës në një televizion shqiptar, MCN TV, kur u pyet për numrin e madh të kullave dhe burimet e financimit të kullave, duke thënë: "Kam dhënë dhe do t'jap më shumë leje ndërtimi. Nuk dua ta di se nga vijnë financimet për to. Rëndësi ka të ndërtohen sa më shumë që të zhvillohet Shqipëria dhe të rritet ekonomia. Nuk është rastësi që lejet e ndërtimit për kulla, resorte, hotele, komplekse vilash, pallatesh, shërbime transporti, spitale private, terminale pasagjerësh e porte jahtesh u janë dhënë trafikantëve të drogës dhe pronarëve të kompanive të lidhur me ta në ndërtime. Emrat e disa trafikantëve që Edi Rama u ka dhënë leje ndërtimi: 5 leje kullash të dhëna trafikantëve Elvis Doçi, Troplinve e Altin Hajrit, zbuluan se nga vijnë miliardat e ndërtimit për lejet që u dha Edi Rama dhe nuk u kërkoi deklarimin e burimeve. Lejet e ndërtimit të dhëna trafikantit Gjergj Luca në Labinot Elbasan, Gramsh, Prenjas e Maliq, liçenin e Xarës në Sarand, Shëngjin, Durrës e Fier për fabrika peshku, restorante, hotele e parqe fotovoltaike, pa deklaruar burimet e miliona eurove. Trafikanti Dajlan Avdia i ka dhënë leje për kullën tek Sahati, kull Tekno Alben Delta tek rruga e Barikadave, kull Im Residence tek komuna e Parisit, kull te rruga Fortuzi, leje për resorte dhe komplekse pallatesh e vilash me vlerë rreth 250 milionë euro, Buzdetit në gjirin e Krorzës dhe te kalaja e Lëkursit në Sarand. Trafikantit Lul Morina i ka dhënë leje ndërtimi për hotelin Radisson Collection, 6 leje për kulla e pallate në Tiranë dhe për 2 resorte në Imar e pallate në Vlorë me 2 mafiozët indian. Trafikantit Pollum Gjoka, të arrestuar nga SPAK, i ka dhënë leje investitor strategjik për resort në Velipoj dhe për hotele e kazino në Tiranë. Trafikantit Roland Ziu i ka dhënë leje për biznes turistik Skafe Chevelierash në ortakëri me Bledi Çuçin, PPP në terminalit lindor të udhëtarëve në Tiranë dhe portin e jahteve Rodon. Trafikantit Ervin Mata, të arrestuar në Brazil me kërkesë të SPAK-ut, Edi Rama i dha leje për kullën tek Kish Expozita dhe për komplekse pallatesh e vilash në Tiranë, Vlorë, Durrës, Lalës. Trafikantëve Klajdi Merkaj, Arben Muçobega, Andrea Çaushi, Viron Robaj, Marion Mitro, Eral Myftaraj dhe Niçes Shiakut i ka dhënë leje ndërtimi për pallate, hotele, kulla, resorte. Trafikantëve vrasësve France Hajdar Çopja, Adriane Florence Çapja, Suele Talocela e të tjerë, Edi Rama u ka dhënë leje për pallate, vila, resorte e Tregjen Elbasan, Durrës dhe Tiranë. Trafikantit Artur Sheu i ka dhënë leje ndërtimi për hotel restorant 50 metër brenda detit përballë Lungomarrës në Vlorë, ndërsa 2 vëllezërve trafikant, Isa e Shpëtim Aliu, u ka dhënë leje për resort në Lalës dhe pallate e kulla në Tiranë. Oligarkut rus Oleg Deripaska i ka dhënë falas 1000 hektar tokë në Karavasta dhe leje për ferma, resorte, impjant fotovoltaik dhe hec në lumin Shushic të Vlorës në ortakëri me Ilir Trebickën. Në raporte 2023-2024 në parlament, drejtuesi i SPAK Altin Tumani deklaroi se afro 90% e ndërtimeve investohet me miliona nga aktivitetet kriminale, fakt që e vërtetoi dhe dosja Aruba, ndërsa kryeministri Edi Rama nga njëra anë deklaroi se nuk do t'ia di nga vijnë miliardat e ndërtimeve, ndërsa tani deklaron se nuk ka pastrim para.